Grida, të përshëndes nga Janaj Kilica, është një tjetër shkollë që është kthyer në qendër votimi. Siç mund ta shikoni, janë disa njerëz në radhë në dyert dhe dritaret e kësaj shkolle, ku pritet të marrin vesh se ku e kanë qendrën e tyre të votimit për të votuar dhe nuk gjejnë emrin e tyre në listë. Kemi zotrin, keni problematik, nuk gjeni emrin? Jo, s'kemi. Po keni më shumë se 15 minuta që po prisni? S'pe gjim, do që të bëjmë. Kjo në fakt është një problematik që vjetre në këtë qendër votimi. Shikohet që korridoret janë mbushur dhe duket se interesi për të votuar është shtuar grida në këtë orë. Kryesisht janë pensionistët, ata të cilët preferojnë më së shumti të shprehin vullnetin e tyre të votës. Megjithatë kemi një rast tjetër që është interesant për të përmendur. Zotria ka të ëmën që është 101 vjeç dhe është regjistruar, nuk është në listën e zgjedhësve dhe i pamundsohet në këtë mënyrë e drejta e votës. Çfarë ka ndodhur, zotri? E drejtën në votës, ajo e ka patur një jetë të tërë bashkë me mua, kemi votuar ke shkolla Najm Frashëri, por këtë radhë nuk e di se ç'pati, pasi duket Ju keni kartën e identitetit? Se në vend sa të gëzojmë që ka kaluar 100 vjeçë, dalin probleme të tilla, ajo e ka gjithë tjetër të votojë. Për sa kohësh keni tani që kërkoni ku do të votoj? Në orën 7, biles ajo që në 6:30 më tha mu hajde djalë të votojmë, tha se kishte me qef, datë lindja 24. Për të shmangur edhe të dhënat e identifikimit, shikojmë moshën e zonjës, e cila në fakt nuk do të mund të votoj. Çfarë ju thonë? Më dha një vërtetim të komisionit qendror këtu, të vesh në gjykatë. Vajta ke gjykata më thanë duhet një vërtetim nga gjendja civile. Ishte një punonjës që aty tha nuk është paraqitur administratoria sot. Në fakt sot duhet jetë të angazhuar në ditë pune. Edhe kështu që tani nuk di. Një vot më pak. Grida një vot më pak këtu në këtë qendër votimi. Është interesante në fakt për të përmendur se si në akuza për shitblerjen e votës në këtë zonë ku ne ndodhemi kemi një fenomen tjetër, kemi disa zonja të cilat do të ndërpres tani sepse duhet të kthehen në studio.